Përshëndetje miq të Solea Family, ja ku jemi në një tjetër video. Jam bashkë me Solean, edhe sot ne do t'ju tregojmë në këtë video si mund të kalojmë kohë cilësore babi me vajzën e vogël 4 vjeçë e gjys, ose avërsisht 5, që është Solea. Solea, ku do shkojmë neve tani, bab? Në parku. Okej, ne do të tregojmë disa lojra që më bëjmë bashkë me Solean. Të dashur të kanalit tonë Solea Family. Kjo është pamja. Qofse e gjeni se ku jemi këtu, mund të na shkruani në koment. Ja dhe Solea po shijojmë pamjen e bukur, frym pak erë. Fry shumë erë, në fakt. Edhe rruga për tek parku, tek një nga parqet, është kjo këtu. Solea këtë donte, domethënë. Jemi akoma pak larg. Ku është liçeni? Një liçen të madh që kemi në këtu. Shkruani në komente nëse e gjeni se ku ndodhemi ne. Edhe të shikojmë, do ta gjeni dot apo jo. Kjo është rruga. Edhe jemi drejtuar për te parku. Fry shumë erë. Dhe ftohtë, diell ka, po është shumë ftohtë këtu te ne. Nuk e di në Shqipëri tani si është moti, sa janë temperaturat, është ftohtë apo jo. Ne tani do vazhdojmë rrugën, do shkojmë për te parku, do shikojmë atje ka shumë fëmijë apo jo. Ku është e mira që fëmijët mund të shkojnë në park të luajnë, pra e kanë fëmijërinë siç e kemi pas ne dikur për shembull në Shqipëri. E kanë fëmijërinë dhe fëmijët këtu që luajnë, bëjnë lojra fizike. Solea për shembull ka shumë qejf të njipi nëpër ato paralelet, të bëjnë gjitjet i ka shumë qejf Solea. Edhe kjo ndihmon edhe në aktivitetin fizik, e shkatëson fëmijën, e forcon, dhe kjo është shumë e rëndësishme për prindërit, për zhvillimin e fëmijëve. Një pamje tjetër e vendit ku është pjesa e liçenit. Solea është përpara. Solea gjithmonë tani kërkon pavarësi, domethënë kërkon të bëjë gjitha gjërat vetë, ndoshta edhe sepse në kopësht kështu i mësojnë vetë ato edukatorët që këpucët i veshin vetë, ato pantallonat për kur dalin tek parku që luajnë, ato pantallonat e shillta, si mund t'i quash, i veshin vetë. Çdo gjë i bëjnë vetë, domethënë edhe kam bërë edhe Solea që edhe në shtëpi nuk kërkon ndihmë. Pra efekti kopësht e ka bërë punën e vet, domethënë për që fëmia të bëhet të aftësoj disa virtyte ose disa aftësi që nëse do jetë në përgdheljen e prindërve apo si mund ta quaj, ndoshta nuk do t'i bëj kurrë. Tani ne si prindër edhe se na vjen keq për fëmijët, domethënë duam t'i ndihmojmë gjithmonë, por në këtë moshë tani, siç është Solea 4 vjeç, gjys, 5 vjeç fillon formëzohet çdo gjë, aftësia për qenë i pavarur në disa veprime të vogla, disiplina që mund të krijojë fëmia. Atëherë këtu afër parkut, ku do të shoj Solean që të na tregojë edhe atë për çka do të flitet në këtë video. Kam disa që mund të quash artistë që pikturojnë, që bëjnë murale, edhe më tuk interesante ta filmoj edhe me ju. Tu kemi këtë vajzën që si duhet po e fshin këtë pjesë, edhe do të bëj piktura në mur, ta dekoroj komplet murin, këtu sipër është ura, edhe këtu afër është parku ku do të shojmë Solean të na tregoj lojrat. Diçka interesante që doja ta ndaja me ju. Edhe kjo piktura tjetër shumë interesante duket. Një portret që e kanë realizuar në një murale shumë të bukur. Besoj këta të njëjtët persona që po bënin edhe këtë vepër në radhës.
Shumë gjë e bukur. Shumë interesant. Ja ku jemi te parku dhe Solea po na demonstron një ngjitje. Çfarë po bën ti Solea? Po kjo është e rrezikshme apo mund ta bëj një fëmijë 5 vjeçar, avërsisht që e di. Jam arritur. Je rritur? Si the? Këno, ku bie një bebë të vogël këtu bum me shirish. Nuk është mirë. Bie një bum të poshtë në gura pastaj vrazi kokën, temën. Ti mund ta bësh këtë ngjitje? Po unë bëj deri lart. Po fëmijët e kjo duhet të kërkojnë ndihmën e mamit dhe të babit? Po unë jam shumë e rritur. Po gjithmonë duhet jemi të sigurt ku vendosim dorën dhe kamerën, apo jo? Po, Ashtu? po ka dhe shkrymi. Okej, Solea, na trego si e bën ngjitjen ti. Deri lart. Ha? Ja dhe babi po ndjekësh ti, edhe na trego. Solea po vazhdon ngjitjen. Zakonisht Solea e ka qef të ngjitse me shpejt këtë, por që unë i gjithmonë nga poshtë, për që një sigurt dhe porosis gjithmonë që të ketë kujdes ku do vendosi dorën edhe ka. Këtu te parku ku jam me Solean, shikoj dhe diçka interesante, një grup nxënësi shkolle duhet jenë, organizojnë ditën e diel në një mënyrë goxha të bukur, me lojra, me sfida, mini sfida të vogla, të ndarë me grupe, një diel në kontakt me natyrën, edhe me njëri tjetrin. Kjo gjë është shumë e bukur, më pëlqen. Solea, ti je duke u ngjitur tani? Është e vështirë apo është e thjeshtë? Tani kur janë ngjitjet e vështira, çfarë duhet bëjmë ne? Duhet themi? Ndihmë? Do kërkojmë ndihmën e mamit dhe të babit apo jo? Aty poshtë Solea ishte e vështirë? Po edhe ne duhet themi gjithmonë? Dim. Jemi me Solean tek parku dhe tani ne po bëjmë një pushim të shkurtër. Do të tregojmë çfarë kemi marrë me vete. Pra kemi marrë fruta, kemi marrë moll, mandarina, ky është rushi kuq, arra dhe kastraveca. Ne sa herë që dalim me Solean te parku, i marr gjithmonë vetëm fruta. Pra Solea, ne çfarë duhet ham gjithmonë që janë shumë të shëndetshme? Rush, po tjetër? Kastravec. Do me thënë duhet ham vetëm gjëra të shëndetshme. Kur luajmë te parku, edhe lodhemi dhe kemi nevojë për një pushim të shkurtër, çfarë duhet marrim me vete? Frutra. Ha? Rush edhe karavec. Duhet marrim patatina? Jo. Duhet marrim çokolata? Jo. Duhet marrim molto? Jo. Duhet marrim lëpirse? Jo. Do me thënë duhet marrim vetëm gjëra të mira, sepse këto na forcojnë edhe na bën që të luajmë më shumë. Ja disa lojra që fëmijët në moshën tënde nuk mund t'i bëjnë dot, pra duhet jenë pak më të rritur për shembull për t'i bërë ato lojra. Ti provon, guxon, por aty ku nuk mund ta arrish dot, do kërkosh gjithmonë ndihmën e babit dhe të mamit. Kështu është. Këtë parkun ku kemi ardhur sot e kemi afër shtëpisë në fakt, është afër liçenit. Këtu tek vendi ku jetojmë ne. Edhe Solea ka shumë qef, sepse është një urë dhe është në formë spirale, edhe Solea kalon me skuter atë. Edhe e ka qef domethënë. Halo veri. Ti ke 5 kokra rushi si 5 gishta.
Diell ka këtu, po është frymë pak herë. Edhe është pak ftohtë, domethënë, me xhuba të trashë jemi ne, është okay. Nuk e as vap, as ftohtë, është okay sepse era është frynere fort. Po e balanco pak dielli që ka dalë. Edhe Solea që ka emrin si dielli. El Deli. Po. Qideli. Okej, mbas këtij pushimi çfarë do bëjmë? Do kalojmë andej tek ajo mini palestra që është aty në natyrë? Do t'rregojmë dhe andej diçka si bën ti stërvitje? Hë? Solea, sa herë jemi tek ky parku? Bën stërvitje ke nëse ka dëshirë Solea, do shkojmë pak më vonë atje tek ato lojrat që janë tek ato vegat e palestrës. Edhe do na tregoj Solea se si i bën stërvitjet, si i bën ushtrimet. Është shumë gjë e mirë për lëvizjen motorike të fëmijëve, për forcimin e gjymtyrëve, gjithashtu edhe për pjesën psikologjike ose psikomotore të fëmijës. Edhe që po thoja, kontakti me aktivitetin fizik edhe me natyrën është shumë gjë pozitive tek fëmijët. Unë mendoj dhe besoj se kjo mosha... Po, ka këto Solea, këto, i voglat shumë, i duken si kërminj, edhe po më pyes se mua çfarë janë si lule apo kërminj. Kjo është një tip lule, baba. Krim. Si krim. Ke edhe një. Papi ke edhe një. Shiko sa ke këtu. Pra nëse jeni të mërzitur ose nëse fëmia stresohet, mos i bini shkurt duke i dhënë një celular tek dora, por thjesht e merrni dhe dilni në natyrë, eksploroni me fëmijën, luani, kaloni kohë cilësore me fëmijën, i mësoni gjëra të reja, i mësoni rregulla, edhe fëmija do jetë më i qetë dhe më i lumtur. Më besoni po. Në fund të kjo palestra e hapur që është këtu, kjo është për duar. Ha? Festa këtu mbrapa vazhdon. Kjo është shty përpara. Provoj ta shtysh përpara këtë? Apo ta hiqet mbrapa. Jo, është shtyhet para. Shtyhet shumë. Po, kjo tjetër, këto që janë të preferuarat e tu. Këta e ke qef, ha? Është kështu që lëviz. Do të lëvizësh anash, më duket. Po. Është e fort? Edhe grupi i nxënësve që pam, shikojmë që loja vazhdon përsëri. Këto lojat që bëjnë, unë përmend kur kemi qenë vegjël, i kemi pas organizuar edhe ne shumë në Shqipëri. Por që është diçka shumë e bukur. Mund ta shikoni edhe ju, si e kalojnë kohën ose një të diel, një grup shkolle, punë në Gjermani. Deri tani kanë organizuar sfida të ndryshme. Shikojmë. Tani ka një lojë me top, kam vënë shishe aty në mes, mos gaboj. Edhe po luajnë. Edhe shikojmë së bashku. Kjo më kujton atë lojën me topa djeg, si kemi pas bërë kur kemi qenë të vegjël. Ja dhe Solea pas stërvitet. Këta e ka shumë qefti Solea, ha? Forca Solea. Ke fuqi tani që ke ngrënë fruta, ha? Po të kishe ngrënë ëmbëlsira edhe lëpirse edhe çokolada, nuk do kishe fuqi apo? U gjithë ditën do bësh sport? Po. Bravo Solea. Han gjithë ditën fruta edhe bën sport. Si? Han gjithë ditën fruta edhe stajnë bën shumë në shtëpia sport. Po. Han shumë. Ha? Gjithë. Solea po vazhdon stërvitje? Po. Po fëmijët që janë moshën tënde duhet bëjnë stërvitje? Po, kështu shpejt.
Po ti ke fuqi? Po kam shumë fuqi. Problemat kanë shumë fuqi, po Aha. kam edhe këto fruta, rush, mandarin, mor, të shama piknik. Shumë mirë. Te kjo palestra e hapur që jemi ne tani, Solea këtu mund të rri 1 orë ose 2 orë vetëm te kjo pjesa e palestrës, ka shumë që të bëj stërvitje, ka shumë edhe në bas lojrave fizike, ngjitjeve, siç e thash edhe më parë. I ka shumë qef. Edhe kam vënë re që tek Solea kur bën aktivitete fizike është shumë e qetë, fle gjumë shumë rahat, ushqehet mirë, ushqehet shëndetshëm. Edhe në kopësht zgjohet në orar, i bën aktivitetet e veta, i plotson, edhe ja kalon shumë mirë, është e lumtur, është e qetë. Pra kaloni kohë cilësore me fëmijën tuaj. Kjo ishte edhe video jonë për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Shkruani në koment cila pjesë e videos ju ka pëlqyer më shumë, ide dhe sugjerime. Faleminderit që keni qëndruar me mua dhe Solean në këto minuta shumë të bukura dhe në këtë kohë cilësore që kaluam së bashku. Mos harroni të bëni subscribe tek Solea Family.